Ata që kanë gafore në jetën e tyre, gjatë kësaj jave mos e shikoni shtrembër. Është një javë ku shenja e gaforës nuk ka tolerancë, duke qenë se është bota e tyre brendshme është vërtet në sipërfaqe gjatë kësaj jave. Dhe mbi të gjitha ka pasur një periudhë vërtet shumë të vështirë. Kjo periudhë e vështirë ka qenë sidomos në daljen në skenë të personave të cilët mund të mos i kenë pasur me të mirë, pra mund të kenë qenë në një farë mënyrë po them këtë armiqtë të fshehur, por gjatë kësaj periudhe tashmë kanë dalë në sipërfaqe. Pra, kjo do të thotë që shenja e gaforës është shkënjyer shumë. Mund të kemi pasur vonesa të shumta e të tjerë. Pra, ndryshe nga natyra e gaforës që mund të jenë shumë herë më tepër sentimental, të ndjeshëm, që të fokusohen më tepër tek ndjenjat dhe emocionet e të tjerëve, që se javë do të bëjnë komplet të kundërt, do të jenë të prerë, efikas dhe analitik. Kjo do t'i bëjë vërtet shumë mirë, siç e përmenda, duke filluar nga dita e njëjtë do të kemi një fokusim shumë më të madh tek ana e tyre materiale.